Çdo student i mjekësisë ose mjek i arshëm, kudo në botë, në të gjitha fakultetet, në të gjitha universitetet e mjekësisë kudo në botë, në ditën e parë të shkollës bën atë që quhet betimin e Hipokratit. Hipokrati është një mjek i lashtësisë. Dy pikat është një fletë e tërë me fjalë, po dy pika nga ky betim janë ato të cilat do të desha ti përmendja sot. Është e para është mos shkakto dëm dhe mos jep shpresë të gënjeshtër tek të sëmurët. Për kancerin, ne dimë se ai ka 3 mekanizma në mënyrën se si ai shumohet, zgjerohet dhe mbijeton. E para, kanceri kërkon shumë më tepër ushqim se sa qelizat normale, 40 deri në 200 herë më shumë, sepse ai nuk përdor oksigjen që të jetë efektiv, pra që të përdor atë 36 ATP ose lek, siç u thash, pa ai përdor vetëm 2. Nuk përdor oksigjenimin, përdor fermentimin. Edhe me glutaminën, edhe me glukozën. Në këtë mënyrë ai prodhon acid laktik dhe acid succinik, në të cilën rrethohet dhe mbrohet, duke bërë ambientin më acid, ai mbrohet ndaj sistemit ton imunitar, ndaj sistemit ton mbrojtës. E dyta, ai shtohet dhe shumohet shumë shpejt dhe në mënyrë të pakontrolluar, duke u ndarë dhe duke u kopjuar disa herë edhe brenda muajit madje. Dhe e treta, mënyra e tij për të zgjeruar ose për të zmadhuar ose për të shpërhapur në trup është duke krijuar sa më shumë em gjaku për të llaboruar më shumë ushqim për veten e tij. Pikërisht këto janë 3 mekanizmat ose synimi dhe adresimi që unë sot do ju jap. Është kjo arsyeja që kjo lloj mënyre ose këto lloj mënyra studion në të gjitha klinikat më të famshme në botën sot dhe kanë dhënë rezultate shumë të premtuese me anë të trajtimit metabolik dhe me mjekësinë funksionale. Mjekësia funksionale është ajo që zgjidh probleme, nuk jep ilaçe. Në qoftë se ju larg qoftë, merrni lajmin e vështirë nga mjeku se keni një lloj tumori ose një lloj kanceri, është normale që gjëja e parë është frika, ankthi, të merri për të ardhmen dhe për jetën sigurisht. Por megjithatë ndaloni një moment. Ju kam shpjeguar edhe më para. Kanceri është sëmundje metabolike, me fjalë. Mos e konsideroni të pa shpresë, nuk dua që të ulni kokën, unë dua që të shikoni drejt edhe të shikoni mundësinë, sepse ka mundësi. Edhe kjo është arsyeja që do bëjmë edhe videon sot. Do shpërndaj gjithë ato informacion dhe njohuri, pjesën më realizuese ose më të thjeshtë, që gjithse kush mund ta bëjë në kushte sa më të lehta, falas si gjithmonë që ju kam thënë, dhe në mënyrë që të mbajmë kancerin në kontroll. Përshëndetje miq. Me që nuk i dija gjitha këto njohuri kur nëna ime u sëmur dhe vdiq nga kanceri pankreasit 14 vite më parë, do ju tregoj çfarë do bëja unë ndryshe me dijet e tanishme për të luftuar këtë sëmundje ke nëna ime, si gjithmonë, jo ke të tjera. Kjo video nuk është një këshill mjekësor ose rekomandim se çfarë do bëni ju në një rast të tillë. Nuk jemi të qartë për këtë gjë. Është një video informuese mbi mënyra se gjithë pothuajse shumica e klinikave në botë sot që trajtojnë kancerin, në çdo lloj stadi që ndodhet kanceri, në çdo lloj kanceri që është me fjalë, ka dhënë një rezultat shumë të mirë. Do duhen vite, gjitha këto do të thot në botë në këto klinika janë gjithashtu eksperimente në një farë mënyre, por aman të suksesshme, por nuk mund të aprovohen menjëherë, sepse mekanizmi i aprovimit nëpërmjet nga shtetet, nga institucionet kërkon mbi 10-15 vite. Unë nuk besoj se dikush do të presë 10-15 vite në këtë sëmundje kaq të rëndë, sepse nuk arrin dot të presë dot me fjalë. Përpiqem ta ndani këtë video me këdo që njihni që mund të kenë fatkeqësisht këtë lloj sëmundje, sepse do ndihmoj, se gjithse kush nga ne do bëjë atë pjesën e vet për të ndihmuar sa më shumë njerëz. Njihen sot rreth 200 lloj kancerash dhe pothuajse të gjitha ata është e provuar në laborator dhe në kafshë, edhe në kafshë dhe në laborator edhe tek njerëzit, nga qelizat e kancerogjeze të njerëzit. Ata ushqehen vetëm me 2 përbërës kryesor, pothuajse të gjithë kanceret, pothuajse, jo 100%, po 99%. Ushqehen vetëm me glukozë dhe glutamin. Mbajini mend, glukozë dhe glutamin. Glukozë sheqeri, si më thënë, edhe glutamina është një aminoacid. Dihet që glukoza që para 100 viteve, siç u tha nga Otto Warburg, ai shkencëtar i cili u mor me kancerin, i cili provoi që qelizat kancerogjene shumohen, shtohen, rriten shumë më tepër
kur kanë sheqer, kur kanë glukozë brenda. Por aman u zbulua, nuk pati sukses, pra u hoq sheqeri, nuk pati sukses të këto qeliza, sepse u vërtetua para diku 40 vite para, u vërtetua që përveç glukozës, kanceri ushqet edhe me një glutamin në 1985 më duket. Qelizat e tjera në trup ushqen më së shumti me yndyrna, me acida yndyrore, trigliceride, nga rezervat dhjamore, me fjalë, për të ushqyer muskujt, për të ushqyer zemrën, dhe ketonet ose laktatet, bashkë me glukozën, bashkë me sheqerin, po janë dy përbërës të tjerë të cilët ushqejnë edhe trurin. Gjëja e parë, pra si që thash kemi glukozë dhe glutamin, për të do flasim pak a shumë sot. Gjëja e parë, çfarë do bëjmë, duke ditur që kemi glukozën ai që ushqen sa më shumë kancerin, do ndërpresim 100% ose unë do të prisja më masi me 100% çdo karbohidrat nga dieta e përditshme. Menjëherë, që tani, sot. Kjo do japi goditjen më të madhe dhe më direkte të kancerit. Pra ti i heq ushqimin kryesor. Do një 2 javë shko që trupi jonë të mësohet ose të ndryshoj mënyrën e djegjes nga glukoza në acide yndyrore, flas për qelizat e tjera të trupit, sepse ndryshohet një enzim, malat enzim, e cila është tek cikli i Krebsit. Ai që prodhon energji, gjithmonë brenda mitokondres, gjithmonë do flasim për mitokondret. Kur flasim për kancer, gjëja e parë është mitokondria, ai që prodhon energji, ai prodhon shumë gjëra të tjera. Heqja e karbohidratet. Gjithë mielrat, brumrat, makaronat, oriz, misrat, gjitha që kanë amidon brenda. Sheqeri, ëmbëlsirat, pijet e ëmbla, pijet me gaz, frutat, mjalti, të gjitha. Shmangni në këtë kohë, bulmetin, pothuajse 90% mbani vetëm çik gjallë. Pra kjo është në 2 javëshin e parë, siç thash, që të luftojmë ushqimin kryesor me të cilin ushqehet kanceri. Duke hequr karbohidratet, çfarë do bëjmë? Siç kam shpjeguar në videot e mëparshme, do ulim insulinën. Duke ulur insulina, qelizat do ikë, insulina është e gardiani që mbaj qelizat mos çlirojnë energji. Duke ulur insulinën, trigliceridet ose dhjami nga qelizat dhjamore do dali për të ushqyer trupin. Do shkojnë në ëmbëlsi dhe nga ëmbëlsia, trigliceridi pra quhet triglicerid. Ka një molekull, si më thënë, glukosë edhe 3 molekula acide yndyrore. Acide yndyrore shkojnë në ëmbëlsi dhe aty trigliceridi shkon në ëmbëlsi, ndahet, gliceroli shndret në glukosë dhe trigliceridet shkojnë ose 3 acidet yndyrore shkojnë kudo në trup, furnizojnë muskujt e zemrës, muskujt e trupit e të tjera. Kur kjo sasi është e madhe, sepse insulina vazhdon të jetë e ulët, kjo acide yndyrore në ëmbëlsia vet, nga që ka shumë mbi prodhim, i përplasin me thëmijët i fuzion me njëra tjetrën edhe prodhon ketonet. Ketonet janë, kam zënë në gojë shumë herë, janë ato që do ushqejnë trurin me një herë, me fjalë, veshkat, një pjesë të veshkës, edhe ndoshta edhe zemrën, ndoshta çdo lloj organi që ka nevojë për energji, kemi ketonet, kemi acidet yndyrore. Si të thash, kanceri kërkon të ketë 40 deri në 200 herë më shumë glukozë se sa qelizat e tjera, qelizat normale. Kjo është arsyeja që për zbuluar nëse ka dikush një kancer, nëse dyshohet nga analizë gjaku gjetet një markus tumoral, bëhet një PET scan që quhet, pra jepet të sëmurit sheqer nga vena, jepet sheqer dhe i bëhet skaneri. Dhe dihet që ky sheqer do shkojë aty ku është kanceri dhe zbulohet ku është kanceri. Ose kur ka metastaza, ose kur dyshohet për një kancer, por nuk gjendet ku është dhe gjendet në këtë lloj mënyre. Pikërisht siç u thash, sepse kanceri merr 40 deri në 200 herë më shumë sheqer se sa qelizat e tjera. Po i hoqëm sheqerin, kanceri do marrë tronditjen e parë, goditjen e parë kryesore me kjo. Ushqimi, siç thash, pa karbohidrate, quajeni ndaç keto, quajeni ndaç karnivor, dhe fillojni me agjërim 24 orë në fillim, siç u thash, për këto 2 javët e para derisa të kthehet mitokondriat e qelizave normale të kthehen nga djegja e sheqerit në djegjen e acidit yndyror në mënyrë të përhershme ose të shpeshtë. Trigliceridi, siç u thash,
një pjesë e trigliceritit do kthehet nga acidet yllorore për gjithë trupin dhe një pjesë do shkojë për të bëhet ketone. Mos harroni, ketonet janë gjë më e mrekullueshme ose gjë më e mirë që mund të na ndodh neve për çdo lloj sëmundje. Pra, gjithë trupi jon do ketë energji, do ketë acide yllorore, do ketë ketone, do ketë laktate, qoftë edhe një çik glukozë që prodhohet nga çlirimi i trigliceritit. Por aman, mos harroni, këtë glukoza që prodhohet nga trigliceridi, që prodhon vetëm qija, do shkojë ke rrozat e kuqe të gjakut, sepse ato jetojnë vetëm me glukozë. Janë të vetme qelizat trupit tonë që jetojnë vetëm me glukozë. Pra, do ngjerret shumë pak ushqim i papërfillshëm për kancerin. Me kaq ushqim ai nuk do shumohet dot, nuk do rritet, nuk do smadhohet, ai do jetë i tulatur, do jetë i uritur. Nga ana tjetër, çfarë kam shpjeguar për glukozën dhe fruktozën, të dyja bashkë. Të dyja në ushqime ato shkaktojnë atë që quhet AGE ose Advanced Glycation End Product ose karamelizimin ngjitshmërinë, si tutkall ju kam thënë unë. Ai ngjit gjithçka, organele, qeliza, po fatkeqësisht ngjit edhe pjesët përbërëse të sistemit ton mbrojtës, të sistemit imunitar. Pra, qelizat e sistemit ton mbrojtës karamelizohen ose ngjiten për brenda, janë më të ngatha, janë më të ngadalshme. Është njësoj sikur të nxjerrësh në aksion ose për të kapur kriminalët një policë të bërtap. E njëjta gjë është. Kjo është duke hequr sheqerin, duke hequr karbohidratet me një herë me fjalë, do ikë ky karamelizim, këto qelizat e sistemit tonë mbrojtës do bëhen më të fuqishme, më të lehta, më të shpejta, më të mprehta, më të zgjuara, me thënë, dhe do gjejnë ku është qeliza kancerogjene kudo në trup tonë dhe do ta sulmoj dhe do ta luftoj shumë më kollaj se sa më para. Ushqimi i dytë, triku. Kjo është ajo që ngecin shkencëtarët para 100 vitesh, por jo tani. Para 100 vitesh Otto Warburg ngeci sepse don zbuloj gjysmën, po jo gjysma tjetër. Kush është gjysma tjetër? Është një aminoacidi që zyrtarisht që quhet glutamin. Nuk dje diku ke 30-40 vjet më para që u arrit të provohej me fjalë. Si provohet? Marrin qelizat kancerogjene, vuten në epruvet dhe u jepet një glukozë, një fruktozë, një laktate, acid laktik, një u jepet aminoacide të ndryshme, i provojnë të gjitha aminoacidet me fjalë. Pra janë eksperimente shumë të gjata në kohë, bëhen nga shumë klinika të ndryshme, të cilat thashë njëri vërtetuan që është glukoza edhe glutamina, aminoacidi glutamin. Mos harroni diçka, gjithë proteinat e trupit tonë, kur dëgjoni fjalën protein, njësia bazë e proteinës është aminoacidet. Janë rreth 500 aminoacide në natyrë, 20 janë të domosdoshëm për neve për të jetuar, nga të cilat 9 ne i marrim vetëm nga jashtë, sidomos nga mishrat, ndërsa 11 të tjera ose i marrim nga jashtë ose i prodhojmë vetë. Pra 20 janë të detyrueshme për njeriu me fjalë. I dinim emrat, po tani kemi harruar. Kur bashkojnë aminoacidet me njëra tjetrën, formojnë proteinat. Nga deri në 10, kur janë 10 aminoacide quhen peptide, sa për kuriozitet për studentët e mjekësisë, ndërsa kur janë zakonisht janë mbi 50, 100, mund të shkojë edhe disa qindra me fjalë, aminoacide të bashkuara me njëra tjetrën formojnë proteina. Janë disa lloje, 10 mijëra proteina, janë 10 mijëra acide yllorore dhe janë rreth 300 sheqerna, lisej, me fjalë në natyrë. Çfarë do bëjmë me glutaminën, siç e thash, sepse glutamina është ajo që gjendet në të gjitha ushqimet, pothuajse, në natyrë, gjendet në gjithë trupin ton, nuk e heqim dot, nuk e sulmojmë dot kaq kollaj, dhe është i detyrueshëm për sistemin ton mbrojtës, ai krijohet duke pasur këtë aminoacid glutaminën. Sistemi tretës, aparati tretës, kërkon se s'bën glutamin, dhe duhet edhe për gjakun, duhet edhe për trurin, duhet edhe për procese të ndryshme. Pra është shumë i rëndësishëm si aminoacid. Por fatkeqësisht kanceri ushqehet, arrin ta fermentoj glutaminën njësoj si glukoza, dhe duke prodhuar 2, siç u thash. Si ulet glutamina në trupin ton? Në videon e ardhshëm do t'tregoj një ilaç don që quhet me fjalë, po që nuk ka në Shqipëri. Ai është mënyra që është përdorur, është luftuar, është kufizuar. Mënyrë tjetër. Në trupin ton, nëse ne nuk ham, pra bëjmë fasting të gjatë. Filloni 2 javë të para pa sheqer, një herë 24 orë. Pastaj unë në nënën time do bëja një 5 ditë fasting fillimisht, dhe pastaj do bëja bashkë me të, unë do bëja një 17 ditë deri në 21 ditë.
Kjo është koha që është matur, që nga 17 deri në 21 ditë, fillon nga 14 ditë, po nga 17 që duhet të jesh sigurt deri në 21 ditë, është koha që niveli glutaminës në gjakun tonë bie jashtëzakonisht shumë. Qelizat e tjera siç janë adoptuar me ushqim, me acide yndyrore, me ketone, me laktate, ndërsa qelizat kancerogjene në këtë moment fillojnë të vdesin, pothuajse në mënyrë të masive, në mënyrë shumë të madhe. Sistemi immunitar është fuqizuar në mënyrë maksimale, sepse ushqehet me ketone, me energji të pastër, dhe është në gjendje që t'i sulmoj ata përveç janë të drobitur, të goditur, të tulatur, në një fjalë të këputur, sepse nuk kanë ushqim për kaq kohë, 24 orë, qelizat kancerogjene vdes pas 24 orësh nëse nuk ka ushqim. Por aman po flasim ato ushqim që ato marrin direkt ose indirekt, qoftë edhe nga neoglukogeneza, krimi i sheqerit nga trigliceridi, siç thash. Pra, janë 17 deri në 21 ditë. Ka shumë klinika në botë, unë kam parë goxha me fjalë edhe sepse hapin intervista dhe ata bëjnë reklam në fakt për që pacientët shkojnë në klinikat e tyre, po marr atë pjesën që më duhet mua për t'u shpërndar juve, dhe që thonë që ata e mbajnë në kontrollin mjekësor me elektrolite, magnezium, kalcium, minerale, me fjalë, kripra. E mbajnë në kontroll për 40 ditë zakonisht tek ta pacientë. Kanë një shkallë suksesi jashtëzakonisht të madhe. Unë nuk e rekomandoj dot 40 ditë, 17 deri 21 ditë, nëse ju keni një mbështetje nga shtëpia, nga familjarët, ja vlen një herë të paktën. Mënyra tjetër, siç e thash, mënyra tjetër që ka krijuar goxha sukses prej shumë vitesh. Sa për djeni, për punë e kësaj, qofse dikush thotë që po mos ta unë 3 ditë do vdes me fjalë. Llogarisin që në trupin tonë ne kemi rezervë ushqimore pothuajse për 100 ditë. Qofse ti peshon 80 kg. Nga këto 80 kg ke 20 kg i ke dhjam, të llogaritura me fjalë. Ky 20 kg është 20.000 gram, po ta kthejmë në gram. Dhe siç ju kam thënë, çdo gram dhjam ka 9 kalori. Pra 20.000 gram kanë 180.000 kalori, 2.000 kalori që na duhen në ditë afërsisht, 180.000 pjesësim për 2.000 i bie 90, pothuajse 90 ditë ose 100 ditë. Po them 40 ditë që është shumë më pak me fjalë se sa kjo 90 ditë që rezervë që kemi ne. Pra dikush mund të jetojë deri në 3 muaj, pastaj mund të fillojë të ketë degradim ose hëngre të organeve dhe vdekje. Si thash, 7 ditë, 5 ditë, 7 ditë, një 10 ditë me fjalë nuk ka nevojë as për mjek, as qoftë edhe as për elektrolit, për kripra me fjalë. Mbi këtë 10 ditë me fjalë, deri në 20 ditë, 21 ditë me fjalë, 17 deri në 21 ditë është ajo hileja, si më thënë. Duhet se s'bëndon të merren elektrolite me fjalë, edhe një kontroll ke mjeku për tensionin, të paktën një zemër, probleme të tjera që s'kan lidhje me kancerin, por që mund të bashkëngjiten te kanceri dhe krijojnë shumë probleme të tjera. Nëse dikush është duke bërë kimioterapi, unë çfarë do bëja me nënën time? Doj 3 ditë para kimioterapisë dhe 2 ose 3 ditë para pas kimioterapisë. Pra 5 ditë. Kimioterapi do ta vendosja në mes dhe do bëja fasting 3 ditë para dhe fasting 2 ditë mbrapa. Në këtë rast kimioterapi ose sasinë e dozës kimioterapisë do ta ulja ose për gjysmë ose 1/3. Pothuajse 1/3 me fjalë. Pse? Sepse ti ke krijuar kushtet që qelizat tona mbrojtëse të luftojnë kancerin, me fjalë, dhe nuk kemi pse të dëmtosh zakonisht shumë. Kimioterapia është helmuse, në kuptimin helmon, realisht. Tenton të ndihmoj, nuk e di sa ndihmon gjithmonë, po krijon shumë më tepër edhe probleme me fjalë, edhe i lë pacientin goxha të këputshëm, të lodhur. Si që thash, ujë, ndoshta një kafe pa sheqer, pa qumësht, po shpandi nëse keni mundësi, kur jeni duke bërë agjërim të gjatë. Hileja e dytë, sepse jo të gjithë mund ta bëjnë këto, po mjekimi i suksesshëm kudo në botë që janë gjetur pa dashje në fakt. Janë mjekime që kanë mbi 60 vjet që bëhen në të gjithë botën, mbi 4 miliard njerëz e kanë marrë këtë për arsye tjetër. Janë antiparazitar ose antihelmitik.
parazitët tonë kanë të njëjtin mekanizëm si jetojnë dhe si shumojnë me anë të fermentimit. Pra gjithçka kanceri është fermentues. Edhe parazitët janë fermentues. Pra marrin shumë energji dhe prodhojnë shumë pak, bajnë shumë ushqim, prodhojnë shumë pak energji. Qelizat normale marrin shumë pak ushqim dhe prodhojnë shumë energji. Kjo është pjesa e kundërt e tyre. Janë mbi 300 studime për këto ilaçe. Janë mbi 300 studime të publikuara në Institutin Ndërkombëtar Amerikan me të shëndetit, që është më i madhi në botë, PubMed, me fjalë që quhet, është rrjeti më i besueshëm në botë, që provojnë lidhjen e këtyre ilaçeve me kancerin. Ky numër 300 është publikime, janë jashtëzakonisht shumë i madh, shumë i besueshëm në mjeksi. Pra, këto ilaçe do të synojnë disa nga proceset që qelizat kancerogjene kryejnë, pengojnë, sabotojnë dhe shkatrojnë gjithçka që qelizat kancerogjene jetojnë edhe shumohen. Kush janë? E para është ivermektina. Ivermektina dëmtojnë edhe fenbendazoli ose membendazoli. Do i shkruaj këtu poshtë, me fjalë keni të shkruara. Ç'a bëjnë këto? Këto dëmtojnë mikrotubujt ose ato tubujt, gypat që fusin ushqim në qelizë nga membrana deri brenda. Këto dëmtojnë pikërisht qelizat kancerogjene, dëmtojnë pikërisht mënyrën e transportit të ushqimit. Pengon mitozën. Si thash ke vite kaluar, vetë dyfishimi i qelizës, këto e dëmtojnë procesin e ndarjes së qelizës dhe krijojnë atë apoptozë. Apoptoza është vdekja e programuar e qelizës. Gjithashtu që thash, kemi proteina të cilat janë gardian të ADN-s, që i thon ADN-s, qeliza nuk po punon mirë, duhet të japësh urdhër për vetë shkatrim, sepse do dëmtosh gjithë trupin e personit. Mirë po kjo kanceri, këtë protein P53 me fjalë, e ka lidhur me proteinat e veta dhe nuk e lë, dhe nuk e jep dot urdhër. Në çast që ne marrim këto ilaçet, ivermektin, fenbendazoli, ajo do të lidhet me proteinat që janë lidhur me P53, e që më janë, dhe P53 ngjelet e lirë dhe, si më thënë, bën zilen ose jep alarmin ose jep kushtrimin me fjalë bërthamës që problemi është i madh, vetë shkatrohet. Edhe këtë moment bërthama jep urdhër dhe vetë shkatrohet. Po ashtu, këto ilaçe pengojnë, siç u thash, kanceri vetë kërkon jep inflamacion, këto markuesit e inflamacionit krijojnë më shumë gjaku, sa më shumë gjaku në mënyrë që të sjellin sa më shumë ushqim brenda. Pikërisht këto ilaçe dëmtojnë ose ndalojnë nxitjen e angiogenezës, formimin e kapilarëve të rinj. Pra nuk lejojnë më që të krijojnë kapilar të rinj. Pra sa më pak kapilar të rinj, luftë totale nga gjitha anët. Bllokon mekanizmin, këto ilaçe bllokojnë bllokojnë mekanizmin e metabolizmit të glukozës dhe glutaminës, mënyra se si ushqehet kanceri. Siç u thash, qelizat e tjera do ushqehen me acidet ydërore, ketone, laktate, ndërkohë që këtu kemi dëmtim të glutaminës, dhe kjo është arsyeja kryesore e fenbendazolit dhe mebendazolit dhe ivermektinës. Pra, dëmtojnë mënyrën e metabolizimit të glutaminës, edhe të sheqerit, po edhe të glutaminës, që është kryesorja. E gjashta, shumë kryesore, janë të vetmet ilaçe që veprojnë mbi qelizat bazale të kancerit. Çdo trupi jon, me fjalë, kur dyfishohet, krijon një qelizë tjetër dhe një qelizë mban rezervë, që quhet qelizë bazale. Dhe kjo qelizë bazale do shumohet me një herë më mbrapa sa herë të jetë e nevojshme. Ilaçet kimioterapia nuk e dëmtojnë qelizën bazale, nuk e prekin fare, me fjalë, ajo është shumë e mbrojtur. Prandaj asnjëherë nuk ka sukses kimioterapia, nuk e shëron kimioterapia. Ndërkohë që këto ilaçet vrasin edhe qelizën kancerogjene që është dyfishuar, po edhe qelizën mëm ose bazale ose atë qelizën rezervë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe shumë, si më thënë, fitore goxha e madhe me fjalë për luftën kundër kancerit. Ka gjithashtu studime që kanë treguar që e bëjnë qelizën kancerogjene shumë të ndjeshme ndaj rrezatimit, nëse rrezatimi është bërë është kërkuar që të bëhet, me fjalë, është më lehtë të vritet. Gjithashtu bllokojnë disa enzima që qelizat kancerogjene kanë kur arrin shumohet, kur ndjehen të sigurta, të mbrojtura me
atë si më thënë rrethimin acid rreth përqar këtyre, çfarë bën përgatisin qeliza për t'i hedhur në largësi, për të krijuar ato metastazat edhe në gjak, po edhe nëpërmjet pjesës limfatike me fjalë. Pikërisht don këto ilaçe bllokojnë enzimat që prodhojnë këto qelizat për të kaluar në largësi, për të mos patur metastaza, sepse ato metastaza janë ato që shkaktojnë vdekjen. Si që thash, janë provuar në mbi 4 miliard njerëz, atë atyre kanë mbaruar 30-40 vjet, kështu që ato janë shumë të lira, janë të paktën dy nga ato. Kush janë? Po jap dozat. Ivermectina rekomandohet 30 deri 60 ditë për 3 muaj, në varësi të stadit të agresivitetit të kancerit. Pra, mund të jetë 30 mg në ditë, mund të jetë 60 mg në ditë. Nëse stadi është i dytë, nëse stadi 4. Stadi 4 6 vjet, stadi 2, si më thënë 3 vjet. Sa më keq situata, aq më shumë, aq më lart doza. Edhe pastaj pas 3 muajsh kontrollohet bëhet imazheria ose skaneri ose rezonanca magnetike ose PET scan, siç e kam thënë, ai është më i miri për kancerin. E dyta është fenbendazoli. Fenbendazoli zakonisht jepet janë doza 222 mg në ditë deri në 1 mg në ditë. Që nuk është dozë shumë e madhe, po megjithatë për arsye të tjera është e madhe, por për kancer nuk është shumë e madhe. Shumë rrallë në klinika përdoret dozë deri në 2 gram në ditë. Më mesatarja është 222-424 në ditë, nëse në mënyrë mbajtëse për një kohë të gjatë. Sa më agresiv kanceri, aq më lart doza. Ose mund të kombinohet me mebendazoli dhe fenbendazoli, gjysmë doze secila, me fjalë, ka variante të ndryshme. Mebendazoli është i aprovuar për njerëzit. Prandaj mos u çuditni nëse kërkoni dhe ju thon ivermectina dhe fenbendazoli jepen për kafshët ose për kështu me fjalë. Mebendazoli është i aprovuar për njerëzit, është i njëjti efekt, është i njëjti ilaç. Dhe shitej $15, $20 për të gjithë kurrë, për 15 kokra. 15 kokra, $20. Jepej dikur me fjalë për parazitët. Sa ka filluar dhe ka dhënë efekt, ka të paktën 10 vjet me fjalë, ka dhënë efekte, po kërkohet në të gjithë botën. Nga $20 15 tableta, një tablet bën $600. Pra, duhen rreth 8.000 deri në 10.000, pothuajse $9.000 në muaj për mebendazolin. Çfarë bën njerëzit? Marrin gjithë fenbendazol. Është i njëjti veprim, është i njëjti efekt me fjalë, absolutisht. Megjithatë në vende ndryshme ky mebendazoli mund të jetë i lirë, ndoshta Indi, në Turqi, nëse njihni dikë ose nëse mbeni online ose njihni nga firma farmaceutike, mebendazoli, në mos jo fenbendazoli. Disa klinika rekomandojnë ivermectinën në mëngjes, të kombinuar ivermectin me fenbendazol. Ivermectinën në mëngjes edhe fenbendazolin në the dark. Aman desha t'ju shpjegoj diçka, të dy ato ilaçet nuk pihen me ujë, duhen tretet me yndyrë, pa ulliri ose me gjallë të shkrirë me fjalë. Mënyra e përdorimit, siç thash, ose mund të merret në mënyrë të përditshme për 3 muaj. Zakonisht klinikat e japin 3 ditë po, 4 ditë jo, ose 4 ditë po, 3 ditë jo, në varësi të gravitetit. Unë do rekomanda 5 ditë po, edhe 2 ditë jo me fjalë. Nuk është se japin efekte të dëmshme në trup, po ka pasur në pak raste ka pasur kështu ankesa për ndoshta kur bëjnë analizat e mëlçisë edhe do të tregojnë që ka një farë ngarkese tek mëlçia. Absolutisht e padëmshme, por do që rekomandohet që të mos krijojë një dëm tjetër, kujdet. Po do që realisht është përdorur 70 vjet në fjalë. Do jetë një periudhë gjatë e ashpër dhe unë do uroja sa më shumë e suksesshme dhe premtuese nëse strategjia juaj metabolike do të sinkronizohet me trajtimin konvencional, mjekësor, sigurisht me disiplinë, informacion, me vullnet, absolutisht me ndihmën e familjarëve dhe të shoqërisë. Jepini vetes kohë për të përcaktuar ju vetë çfarë strategjie, ka shumë strategji, çfarë do përdorni ju për shëndetin tuaj dhe shmangni rekomandime ose sugjerime, procedurash, suplemente, ilaçe, metoda totalisht dëmtuese dhe që
ju japin atë shpresën e gënjeshtë që thash që Hipokrati ka shkruar duke betimin e tij. Nuk kanë bazë shkencore ose të provuar më parë. Ka 10 vite që kanceri menaxhohet me sukses kudo në botë dhe statistikat flasin për numra befasues. Mirë miq, si që thash edhe në fillim të kësaj video, po që se do i dja këtë informacione vite më parë, do i filloja sot, tani në këtë moment, me njëherë për nënën time. A kishte një besim të verbër me mua dhe thash si që thash, unë do bëja fasi me të, ose agjerim me të 17-21 ditë pa problem fare. Këto janë shtyllat kryesore që unë do i kombinoja deri diku me vjekimin me kimioterapi, dhe jo vetëm, kirurgji kur masa është e kufizuar mirë. Jo karb, si që thash të gjitha këto burma, sheqer, qumësht, fruta, mjaltë, oriz, makarona, misër, mjellra, fara, niseshtera, me agjerim të gjatë dhe me kombinim të ivermektinës, femedazolit dhe me mendazolit. Në videon e ardhshme të fundit mbi kancerin, do i përmend çdo lloj terapie shtesë ose ekstra që klinika, mjek, pacient përdorin dhe raportojnë rezultate me shumë përptuse kudo, siç e kam thënë, për çdo lloj kanceri, për çdo lloj stadi të kancerit, për çdo lloj moshe dhe në çdo lloj vendi, çdo cep të botës me. Më shkruani në komentet më poshtë për çdo lloj informacioni dëshironi të dini më tepër mbi këtë sëmundje, por gjithmonë në përgjithësi fjalë, sepse unë nuk jam mjeku juaj dhe nuk lejohet ligjërisht të jap klinika private ose personale ndaj asnjërit nga jush. Like dhe subscribe dhe shihemi në videon e ardhshme. Mirupafshim.